Ka dalë një projekt ligj në Kanada që nëna mund ta vrasë fëmijën e saj nga mosha 0 deri në 1 vjet. Përshëndetje miq. Sot dua të trajtoj 2 tema. Janë 2 tema që më kanë tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale dhe me të vërtet janë shumë prekëse që besoj janë shumë prekëse për çdo familjar, edhe për juve që po më ndiqni, edhe për juve që më urreni, edhe për juve që më kundërshtoni. Dhe janë programet e Top Channelit, dhe janë programet e televizioneve, programet televizive të medjeve të ndjekura. Njëra nga tema që më ra më sy dhe e ndoqa vëmendje ishte një bisedë në programin e Top Channelit, ku aty trajtohej një çështje, në fakt çështja ishte diçka tjetër, por çështja erdhi tek vrasja e fëmijës. Njëra nga mysafirët e këtij programi, që ishin lidhur besoj në Skype, po deklaronte se në Kanada është një ligj ku nëna ka të drejtë të vrasë. Programe nuk duhet të marrin pjesë në mediat. Këto programe nuk duhet të transmetohen në rrjetet sociale, sepse këto janë disa keq transmetime. Zoni në program deklaron se flitet për një ligj në Kanada ku jep të drejtë nënave që pasi të lindën në fëmijë. Nuk ekziston një ligj i tillë. Kjo është një keq transmetim i këtij ligji, sepse në Kanada nuk ekziston një ligj ku nëna ka të drejtë të vrasë fëmijën e saj. Përkundrazi, kjo quhet një vrasje e rëndë, murder penale, dhe këtu ligji reagon shumë rëndë. Por, për sa i përket këtij ligji, është një nen ku thekson për disa nëna të cilat ato pas lindjes kanë probleme të rënda psikologjike dhe në këtë rast këto nëna duke humbur vetdijen e tyre, duke humbur memorinë e tyre, duke humbur kontrollin e tyre, duke kaluar në probleme të rënda psikologjike mbas lindjes, këto nëna të cilat mund të mbysin fëmijën e tyre, pra të cilat kanë humbur totalisht ndjenjën njerëzore dhe është një problem i rëndë psikologjik shëndetësor, në këto raste ligji vepron ndryshe, pra duke mos e cilësuar si një armike ose si një vrasëse murdere, por duke e trajtuar atë si një vrasëse me probleme psikologjike. Ndërsa zonja e cila merr pjesë në këtë program thekson, herë mbas here thekson që është një ligj i cili ka dalë dhe lejon nëna që kanë të drejtë të vrasin fëmijën mbas lindjes nga 0 vjeç. Të hap debat, po diskutohet që mund të vritet fëmia deri në 1 vjeç mbas lindjes. Dhe ky keq transmetim si mund të konsiderohet dhe si mund të konkluziohet nga shumë mosha të reja, të cilat ato femra në mënyrë të ndryshme dhe në mënyrë të paligjshme mbase edhe kanë ngelur shtatzën dhe duke i marrë përballë këto programe, këto keq transmetime, ato gjejnë të drejtë të vetja e tyre të mbysin fëmijët. Dhe sot kemi plot raste kur i shikojnë që fëmijët i gjejmë nëpër koshat e plerave, që fëmijët i gjejnë nëpër rrugë apo i mbysin edhe fëmijët. Programet e tilla nuk duhet të transmetohen në televizion. Programet e tilla duhet të ndalohen në televizion. Kjo nuk është media që është në të mirë të popullit, por kjo është një media që shkatërron totalisht kulturën, moralin dhe ndjenjat njerëzore të çdo njeriu. Ndërsa një program tjetër që më ra më sy dhe më tërheqi vëmendje ishte një temë që duhet të trajtohet, biles këto tema duhet të kthehen në çështje sociale dhe duhet të kemi grupet e qendrave sociale të cilat ato duhet të jetë për çdo zonë dhe për çdo lagje dhe duhet të shkojnë në çdo familje dhe duhet të japin mësime sidomos për edukatën e jetës. Tema që trajtohej në këtë rast ishte tema e abuzimit seksual të vajzave nën moshë, të vajzave të mitura nga familja. Pra programi thekson këtë. Për mua si mjeke dhe si femër, dhe mendoj se duhet ta themi, vajzat vogla të cilat mund të jenë përdhunuar nga familjar, vajzat të cilat jetojnë në mjerim dhe në skam. Pra siç e shikoni, këtu zonja thekson hapurazi se ka shumë vajza, shumë femra, biles edhe nën moshë, të cilat ato shkojnë ke doktoresha për të rikthyer virigjerinë e tyre, pra përqepje. Dhe në disa raste këto thot janë shkaqet edhe abuzimet seksuale në familje. Fatkeqet cilat në të raste është kuptueshme. Mund të jenë abuzuar nga njerëz shumë të afërt dhe të cilat nuk e kanë pasur asnjëherë ndoshta forcën t'ia thonë këtë gjë, as mamit, as babit, dhe vjen momenti që do martohen dhe pastaj del sekreti dhe duhet që ta mbulojnë. Pra shikoni se çfarë na bëjnë kulturat e huaja. Shikoni se çfarë na bëjnë kur ne përzihemi me shumë kultura të tjera. Kur në realitet ne si shqiptar jemi rritur me një kulturë tjetër, jemi rritur që konsideronin edhe komshiun dhe jo moxhakun ton, por edhe komshiun e konsideronim si vëlla. Edhe martesat në lagje biles dhe në fshat nuk bëheshin, biles ka edhe akoma edhe sot këto tradita ruhen edhe në kastrat të Kukësit, ku bashkëfshatarët me njëri tjetrin nuk bëjnë martesa se thonë jemi lindur në një fshat, jemi rritur në një fshat, kemi vajtur në një shkollë.
Pra, këto dy tema sot më ranë në sy dhe doja t'i trajtoja me ju. Me të vërtet janë probleme të mëdha të cilët do të hapin dhe po hapin plagë të rënda në shoqërinë tonë, në jetën tonë, dhe kjo na bën që të frikëm për një të ardhme të nipërve dhe të mbesave tanë. Unë, që e kam rritur fëmijët e mi për fëmijët, nuk kam frikë, por kam frikë për niprat dhe mbesat e mi, të cilët do të rriten me këtë kulturë dhe këto programe janë programe që ndikojnë goxha keq, sidomos kur jepet hapësirë në programe disa personave të cilët nuk dinë se çfarë janë ligjet dhe si janë ligjet dhe i keq transmetojnë ato. Por jetën e saj dhe padyshim, është ajo nuk e do. To janë hipoteza dhe asnjë grua ne jemi, dëgjoj, unë jam grua vet një herë, Linda, jam grua vet dhe të lutem shumë dhe një herë. Ne nuk po diskutojmë tani për vrasje. Ne po diskutojmë Dhe ky është një mesazh i fortë për ato njerëz të cilët akoma nuk janë formuar, të cilët nuk kanë lexuar një libër në jetën e tyre, të cilët ato i quajnë jetën veç se të ecin, të pinë, të qeshin, të vishen dhe të jetojnë epshet e tyre dhe ato fruta që vinë nga këto epshe, ato atëherë që kanë e drejta që e nëna ato mund t'i zhduke. Janë disa programe të cilët ndikojnë shumë keq, sidomos tek moshat e paformuara dhe tek të njerëzit të cilët sidomos programi. Ndërsa problemi i dytë, sidomos problemi i abuzimeve seksuale në familje, kjo me të vërtet është shumë tronditëse, sepse fëmia e gjen veten e tij të sigurt në familje, e gjen veten e tij të sigurt në shtëpinë e tij. Dhe nga gjithçka që të kurremi dhe nga gjithçka që trembemi, aty ku vrapojmë së pari janë njerëzit tanë të cilët njohim. Janë familja jonë, janë prindërit tanë, vëllezërit, janë xhaxhallarët, dajat, kushërinë. Por sot, edhe mbi këtë po bëhet një politikë shumë e gabuar. Është në fenë islame e lejuar martesa me çik të migjës apo me çik të dajës, sikurse është në shtetet arabe? Martesa me vajzën e Axhës e kështu me radhë nuk është prej martesave ndaluara. Po megjithatë nuk guxon asnjë musliman që thotë se është haram kjo lloj martese. Siç e kemi ndjekur edhe në rastin e para disa ditëve, ku ndodhi një e tillë në Kosovë, kur një predikues i cili mundohet të përhap një kulturë tjetër, kërkon që të marrë për grua mbesën e tij dhe për këtë e vrasin që i lum dorë. Le fal Zoti atë dorë, ju bov dora prej floriri, atij që e ka bërë këtë akt. Jam kundra vrasjes, jam kundra dhunës, por në këtë rast kur ligjet i lejojnë këto njerëz të flasin në këtë mënyrë të hapur dhe të degenerojnë në mënyrë të tilla lidhjet familjare dhe të gjakut, dhe kur ligji nuk funksionon këtu, funksionon njeriu, sepse nuk ka rrugë tjetër. Do ta merrni edhe këtë mesazh si mesazh tjetër. Do ta merrni edhe këtë mesazh mbas edhe si përçarës, edhe si mesazh të rënd. Por mendoni se kur t'ju ndodh ju dhe juve të leni fëmijën tuaj, vajzën tuaj, ta lini tek daja ose te xhaxhai ose te kushëriri dhe kjo të pësojë një incident të tillë, pra një përdhunim nga ato persona ku duhet të mbrohet. Si do të veproni? Pra, këto dy programe vetë hoqën shumë vëmendje, më prekën dhe doja të shfaqem me ju. Ju çfarë mendoni me këtë çështje? Si duhet të veprohet në këtë rast? Unë nuk e di, unë për vetë u të rëndita dhe po të rëndita. Dhe kur shikoj aq më tepër që në televizionet publike, siç është Top Channel, një televizion i ndjekur nga gjithë trevat shqiptare, dhe në një televizion të tillë t'i jepet hapësira dhe të lejohet që të flasin persona të tillë që të keq transmetojnë edhe ligjet e një shteti ku nuk ka të bëjë fare me ato çka thot ajo zonja. Pra, nuk ka një ligj në Kanada që të miratojë që nëna ka të drejtë të vrasë fëmijën e saj, por është një ligj që trajton ndryshe ato nëna me probleme psikologjike, të cilët ato mbas lindjes mund të kenë disa probleme psikologjike dhe jashtë të kontrollit të memorisë dhe të shëndetit të mendor të saj, ka nga ato akte që ndodhin dhe në këtë rast ato trajtohen si me probleme psikologjike, por jo që i jepet e drejtë atyre që të vrasë fëmijët e tyre. Ndërsa abuzimi seksual në familje, me të vërtet është shumë tronditëse dhe shpresoj që në këtë aspekt shteti të nxjerrë disa ligje dhe jo vetëm të nxjerrë, por edhe duhet të funksionojnë këto ligje, sepse kjo është një rrezik i madh që po rritet çdo ditë e më tepër. Kemi shumë lajme që po i shikojmë që vajzat e mitura kur lozin në park ose janë diku në parqe, ato cënohen nga mosha të vjetra, nga pleq të vjetër, ku ne jemi rritur me një kulturë dhe jemi rritur me ato udhëzime të prindërve tanë, që gjithmonë na thonin kur të shikosh një të vjetër, ti buzëqeshësh dhe nëse në dorë ka një çantë ose një trast të rënd, atë ta ndihmosh, se nëse ti ndihmon atë Perëndia dikur do të ndihmojë ty, sepse ti ndihmove një të moshuar. Dhe ne ato të moshuar sot i shohim me syrin e gjyshit, me syrin e babait, me syrin e një njeriu që ka nevojë për dashuri dhe respekt, por
Fatkeqësisht dhe në Shqipëri po dëgjohen çdo ditë më tepër këto akte, siç ka ndodhur në Progrades, siç ka ndodhur në Korçë, siç po ndodh në Durrës etj, ku fatkeqësisht vajzat e mitura 12-13 vjeçare, të cilat lozin në park, ato abuzohen seksualisht nga mosha 60-70 e sa vjeçare. Dhe këtu ligji ynë çfarë dënimesh jep, përse nuk i shkojmë këto dënime, po të ketë ligj që të funksionojë, njerëzit nuk do të veprojnë në mënyrë të tillë. Pra kjo është një çështje që duhet të trajtohet. Çfarë ndodhi për këtë çështje? Këto janë zeza e kombit dhe janë të merë i kombit. Sa më tepër largohemi nga kultura jonë, sa më tepër largohemi nga ato zakone dhe traditat me të cilat ne kemi trashëguar nga gjyshërit tanë, të cilët në ato kohë ato ishin të paditur, ishin të pashkolluar, sepse nuk e kishim mënyrën e shkollimit, por kishim në zemër ndjenjen dhe karakterin e një familjari me ndërgjegje të plot, me respekt të plot, me dashuri të plot. Ndërsa sot po shikojmë që jemi në ditën e zhvillimit, jemi në kulmin e zhvillimit, jemi në vitin 2026 dhe në vitin 2026, kur shkenca ecën përpara, një pjesë e shqiptarëve sot po këmbgulin të ecin mbrapa. Ç'mendoni për këtë çështje?